Partia Demokratike e Vlorës ka denoncuar punimet e palishme të cilat janë duke u zhvilluar në bregdetin e Qeparos, të cilat njihen edhe si sarajet e Koçokogdhimës. 10 automjete po ndërhyjnë në këtë plazh të bukur të bregdetit në mënyrë të palishme, duke shkatruar kështu ekosistemin. Partia Demokratike e Vlorës ka denoncuar punimet e palishme që po zhvillohen në bregdetin e Qeparos, dhe ato të cilat njihen si sarajet e Koçokogdhimës. 10 automjete po ndërhyjnë në këtë plazh të bukur të bregdetit në mënyrë të palishme, duke shkatruar ekosistemin. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Mojsi Meminaj, u shpreh se ky ndërtim i shëron qeverisjen e Edi Ramës dhe Koçokogdhimës, ku qytetarët e thjesht futen në burg për vendosjen e një tjegulle, ndërsa Koço prish ekosistemin për interesat e veta. Jemi sot tu për të bërë denoncimin e radhës të kësaj qeverie, të korrupsionit të kësaj qeverie, të keqeverisë të kësaj qeverie, sikurse mund shikoni në sfond, është kështjella e radhës e Koçokogdhimës, pashajt të jugut me plot gojen, pra sikurse mund të shihni, kur një qytetar i thjesht nuk ndron dot një dritare, Koçua jo vetëm ndërton kështjella, por grabit pasurinë kombëtare, merr zhavor dhe rër nga deti dhe mbush pjesën e tij, prishë gjithë ekosistemi mjedisor i detit. Më herët, antarë të Partisë Demokratike në Himar lyen me boj patrullat e sistemit komunist të restauruara nga qeveria në fshatin Kullës, pranë zonës ku do të pleqërojë Rama me Kogdhimën. Parullasi, Roft, udhëheqësi ynë i dashur Enver Hoxha e të tjerë ishin rivendosur në një godinë publike në këtë fshat.